kanë në interesim të madh, jo vetëm për gjuhët e huaja, por edhe për kurse të tjera profesionale, të cilët ne deri në fund të muajit mars do të kompletojmë dy kabinete që të futen edhe në profesione. Profesione si elektricista, hidraulik, panele diellore, këto që kanë nevojë të tregu i punës. Sot janë certifikuar rreth 20 të dënuar dhe muajin e ardhshëm kemi edhe 2-3 grupe që do të certifikohen. Kemi bërë dhe një kurs tjetër për turizmin familjar që do të certifikohet. Këto kurse profesionale synojnë në reintegrimin dhe në shoqëritë të dënuarve marrin një profesion i caktuar dhe sigurisht edhe realizimin e këtij profesioni jashtë dyrave të këtij institucioni. Unë gjatë kësaj kohe që kam qenë në këtë institucion, shikoj që ka një fluks dhe dëshirë të madhe të dënuarve të marrin një profesion të caktuar, unë bashkë me drejtorin e institucionit ton, por edhe në bashkëpunim edhe me drejtorin rajonale kemi biseduar për një tjetër kurs, të cili më parë nuk ka qenë i zhvilluar, 2 kurse më falni, të cilat është njëra është për hidraulik dhe tjetra është për elektrik. Dhe të dënuarit kanë goxha, domethënë dëshirë për këto 2 kurse, për arsye se janë kurse të cilat janë jo vetëm në tregun e punës, por janë kurse të cilat ata do t'i ushtrojnë në jashtë, profesionet në të ardhmen. Kështu unë kam gjetë mirë kuptimin nga të dy, edhe nga drejtori im dhe nga drejtori i drejtorisë, kështu që besoj që do të jetë shumë e afërt ky bashkëpunim, pasi të mbarojmë dhe këtë kursin.